Rritja e nivelit të ujit në lumin Seman, si rezultati prurjeve nga zonat Berat e Skrapar, ka bërë që lumi të dalë nga shtrati në zonën e Ngurzës së Vogël dhe Imshtës. Si rezultati daljes nga shtrati janë përmbytur 180 hektar tokë bujësore brenda argjinaturës. Shtabi i emergjencave të Bashkisë Lushnjë në bashkëpunim me Dukfjer, që administron lumejt Seman e Shkumbin, paraprakisht kanë evakuuar stanet brenda argjinaturës me bagti e gjedh. Sipas inxhinierit të drejtorisë së ujrave dhe kullimit Ferdinand Dervishi, do të kemi akoma rritje të nivelit të ujit deri në mesditë e më pas niveli do të ulet. Lumi Seman ka dalë diku nga ora 11 e natës dhe vazhdoj gjatë gjithë kohës, prurjet janë duke u rritur, sipërfaqja aktuale deri tani që ne po flasim është diku te 187 hektar, janë brenda bermave të argjinaturës së lumit. Janë toka bujësore të mbledhura nga fermerët që janë në përdorim. Po në lidhje me këto stanet e baktive apo dhe gjedhit janë evakuar? Në bashkëpunim me pushtetin lokal Bashkinë Lushnjë, janë marrë masa për evakuimin e të gjithë baktive të imta dhe të trasha në këtë zonat e ulta brenda argjinaturave të lumit Seman. Dhe aktualisht deri tani nuk kemi asnjë lloj përmbytje të këtyre baktive. Në rast të vazhdimit të rreshjeve rrezikohen në shtëpitë të cilat janë gjetur me argjinaturën? Me ndërtimin e hidrocentralit të Banjës, që prurjet në lumin Devoll janë 0, pothuajse, dalja nga argjinatura e lumit Seman është pothuajse shumë pak përqind ose mos them fare që mund të dalë. Diçka në lidhje me zonën e Tërbufit, që është edhe zona më e ulët dhe bujësore në të gjithë vendin. Si e kemi situatën? Situata e rreth Lushnjës ka qenë e qetë. Kjo ka ardhur si rrjedhoj e pastrimit kanaleve kulluese nga Bashkia Lushnjë, si dhe kanalet kryesor të Drejtorisë Ujitjes dhe Kullimit Fier. Bashkëpunimi ka qenë i vazhdueshëm midis tyre dhe kjo bën që të arrijnë dhe rezultatet dhe fakti tregon që ne nuk kemi asnjë metër katror përmbytje në të gjithë rrethin e Lushnjës. Aktualisht tre hidrovorët në zonën e Tërbufit ose Mizëqes që i themi. Të tre hidrovorët, hidrovori Tërbufit, hidrovori Karavastaz dhe i Divjakës janë në nivele minimale. Momentalisht punoj me 1 ose 2 pompa në mënyrë alternuar sipas prurjeve që vinë në këto hidrovore dhe gjendja është shumë normale.